Të gjithë i harruam ngjarjet e 21 janarit, harruan se çfarë tragjedie na ndodhi ne. Po na vritet shpresa e fundit. Trupi i Aleksit po kalbet në varr pa faj dhe dosja e tij ka 5 vjet që myket në prokurori. Me këto fjalë drejtohet shtetit shqiptar përmes një letre të hapur publike, Xhaxhaj Aleks Nikës, njërit prej 4 të vrarëve në protestën e 21 janarit 2011. Mark Nika ka një thirrje publike. Shteti të shkon drejtësinë dhe dërgoi para drejtësisë organizatorët dhe vrasësit që tashmë janë të njohur prej nesh. Letra e plotë e Xhaxhajt Aleks Nikës, të riut nga Lezhë Avion. Vim në Tiranë për të përkujtuar dhe për të vendosur një buqet lulesh në vendin ku vra Aleksi. Me ne do jetë edhe kryeministri Edi Rama. Dhimbja për të është e madhe, jo vetëm se trupi i tij po kalbet në varr pa faj, por edhe se dosja e tij ka 5 vjet që myket në prokurori. Të gjithë i harruan ngjarjet e 21 janarit, harruan se çfarë tragjedie ndodhi, po na vritet shpresa e fundit. Ne nuk presim pafundësisht. 4 protestues, Ziver Veizi, Hekuran Deda, Aleks Nika dhe Faik Myrtaj, mbetën të vrarë në protestën e 21 janarit 2011 në Tiranë. Mbështetësit e Partisë Socialiste u përleshën me forcat policore dhe Gardën e Republikës para selisë së kryeministrisë për orë të tëra dhe ku garda hapi zjarr. Në këtë përvjetor të 5, edhe kryeministri Edi Rama drejtoi gishtin e fajit tek drejtësia që ende nuk ka thënë fjalën e saj për këtë ngjarje të ndodhur në mes të kryeqytetit shqiptar. Fakti rënqethës se dosja 21 janarit është e vetmja dosje e mbetur pa gjykuar nga viti 2013 në gjykatën e lartë të Shqipërisë, ndërkohë që gjykata e lartë ka kohë që ka nisur punën me dosjet e vitit 2014, delet e pronë për të kuptuar se kush e ka kapur për fyti drejtësinë shqiptare, përmes gjykatësish që një zot e di se sa më të rënduar nga sa mund ta parafitojmë ne e kanë ndërgjegjën e tyre. Më pas Rama së bashku me familjarët e 4 të vrarëve në 21 janar, kryen homazhet në bulevardin Dëshmorët e Kombit jashtë kryeministrisë, aty ku ata mbetën të vrarë.